Kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami në brifingin me gazetarët tha se së shpejti do të vendosen edhe semaforët në bulevardin Video Smileski Batu, te dy kryqëzimet që dalin temë problematike, ai te kontrolli i vjetër teknik dhe te kazerma. Është dinamika e realizimit, ne mund veç me i kërku kompanisë që të përshpejtoj punët, por janë punë të cilat duhet të realizohen pas kontratës që kemi me kompaninë me operator. Por është proces në realizim e sipër. Kasami tha se pas vendosjes së sistemit të ri të semaforëve dhe kryqëzimit që gjendet afër shkollës së mesme medicinale, edhe te kryqëzimi i xhamisë së larme do të vendoset sistemi i ri i semaforëve me sekonda dhe standarde të larta të sigurisë në trafik. Semaforët kanë nisë të instalohen, i pari është instalu tek që ishtë më kritike për shkak edhe të kamerave të Safe City, dhe tani më funksionon, do kisha thënë një sistem të semaforëve modern që i plotëson gjitha kushtet. Ajo që e di unë në bazë të planit do të vazhdoj të xhamia e larme, për shkak se edhe aty është kritike, por edhe kjo është çështje që është në realizim me sipër. Pra gjithë semaforët në qytetin e Tetovës do digitalizohen dhe do të ketë sistem të centralizuar të menaxhimit me ata që deri tash kanë qenë semaforë që asnjëherë nuk është intervenuar dhe nuk është investuar. Pra, gjithë semaforët në komunën Tetovës do të jenë semaforë të ri dhe do të jenë të digitalizuar dhe me menaxhim centralizuar. Me depërtimin e bulevardit Video Smileski Batu deri në fshatin Poroj është rritur dukshëm frekuentimi i këtij aksi, ndërsa në proporcion të drejtë është rritur edhe numri i aksidenteve në këto kryqe që funksionojnë pa semafor. Pavarësisht se ka shenja trafiku për përshtatje të shpejtësisë dhe përpasisë në udhkryq, si duket jo të gjithë i shohin dhe i respektojnë, me që çdo javë në këto dy kryqëzime ndodhin të paktën një aksident.